Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 27 mars të 2025, duket se pikërisht kjo ditë, me qenë se afërdita në retrograd në shenjën e ndikimit dhe e intuitës në shenjën e peshqeve, ky është një pozicion veçanërisht romantik dhe ëndrimtar. Ëndërroj për të ardhmen, ëndërroj për të qenë realitet. Dhe kjo do të thotë që ndikimi i butë i afërditës, ndikimin që ka të bëjnë dhe mundësit që jepen, ka të bëjnë shumë lidhje me të kaluarën, veçanërisht në marrëdhëniet e dashurisë, rikthimet nga e kaluara, dhe kjo do të thotë që kërkohet pak vëmendje. Nga ana tjetër mund të krijojë disa çështje në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me disa ndikime të kanë qenë më përpara, sepse ka nisur që në muajin e parë të vitit, ku afërdita ishte në shenjën e peshqeve, dhe kjo do të thotë ka një mundësi, ka një rëndësi. Por çfarë duhet të bëjmë, sepse afërdita në retrograd nuk është për të keq, që thonë disa që jo po kjo, jo pa jo. Mora ndikon shumë sepse disa çështje pse mund lidhet me para, lidhet me dashurinë. Disa lidhje që jeni shkëputur për një arsye apo për tjetrën vjen dhe bashkohet. Një problem ekonomik që keni pasur para disa kohëve rregullohet. Pra janë disa gjëra që lidhen në këtë drejtim dhe kështu që i bie që të keni një mundësi plus dhe do të favorizohen më shumë shenjat e ujit, përkatësisht shenjat e ujit kush janë gaforja, akrepi, peshqit. Edhe shenjat e tokës ka të bëjnë shumë, sidomos demi, britsjapi të 10 ditë të tretë. Ka një ndikim gjithashtu pozitiv, sepse ka lidhje shumë me krijimtarinë, lidhje shumë me mundësinë, lidhje shumë me disa udhëtime, por ju keni pasur probleme në lidhje të tjera dhe të ndikimeve që kanë të bëjnë, është momenti dhe koha e ndikimeve dhe pozicionimit të planeteve në anën tuaj.